Lufta në PD sapo ka filluar. Demokrati Ervin Saliani ka pranuar për herë të parë se do garojë përballë Sali Berishës në garën për kreun e PD-s në zgjedhjet e 23 majit. Saliani tha se ka marrë këtë vendim edhe pse në PD nuk ka procedurë të përcaktuar qartë, por ka vetëm datë zgjedhjesh. Po, do të jem në garë për kryetar të Partisë Demokratike më 23 maj. Pavarësisht se kur ka zgjedhje, e dini, publikohen 6 muaj para listat zgjedhore dhe jepet mundësia e barabartë. Sot në PD nuk ka procedurë të përcaktuar qartë, por ka vetëm datë zgjedhjesh. Ajo që e përcakton dhe ndan se këm mbështet shumica, përcaktohet nëpërmjet votës, pavarësisht se politika në përgjithësi duhet bëhet si domain apo territor ku fjala e mbajtur përcakton politikanët. Berisha në 2022 kur u rikthye, ka thënë do ta mund Ramon, nuk mi vjedh zgjedhjet, do të fitoj zgjedhjet lokale dhe me radhë, të gjitha nuk kanë ndodhur, deklaroi Saliani. I pyetur për deklaratat e sekretarit përgjithshëm të PD-s, i cili e quajti të vetë përjashtuar, ai tha se nuk e merr seriozisht dhe se është antar i kryesisë së PD-s dhe ai mund të kandidojë normalisht. E merr seriozisht atë ti? Bëj pyetje serioze. Jam antar i kryesisë, heroi apo martiri i fjalës së lirë për shkak të sakrificës, betejave. Do të ishte më e ndershme të thoshte nuk do të ketë zgjedhje në PD, pasi kjo është parti monarkike, nuk ma përcakton dot ai, tha Saliani. Kjo deklarat vjen pasi Partia Demokratike ka përjashtuar përfundimisht Ervin Salianin nga gara për kryetar, duke mos i dhënë mundësinë të kandidojë përballë Sali Berishës. Sipas qendrimit zyrtar të Selis Blu, Saliani nuk rezulton më pjesë antarësisë së partisë, çka e bën të pamundur kandidimin e tij. Përjashtimi i Salianit lidhet me kriteret e reja të miratuara nga partia gjatë procesit të rifreskimit të antarësisë, ku përjashtohen ata që kanë vepruar kundër interesave të PD-s ose kanë mbajtur qëndrime në kundërshtim me vijën politike të saj.